Sot në sheshin Shatervan në Prizren për të shënuar ditën e infermierit 12 majin, klinika Spitex që vepron në Prizren dhe studentët e UBT-s kanë zhvilluar një aktivitet në sheshin e Prizrenit. Me këtë rast ne kemi kontaktuar menaxhiren e klinikës Spitex, Edita Ahmetaj, dhe nga jo mësuam se sot në shënim dhe nderim të kësaj dite, ata fala si kryen disa shërbime, si matjen e sheqerit në gjak, matjen e tensionit dhe disa analizat të tjera. Sot duhet që njoftojmë qytetarët se është dita botërore e infermierisë dhe dua që të falenderojmë gjithë infermierët që bëjnë çdo ditë punën e palodhur të tyre dhe për t'i treguar qytetarëve tonë se sa i rëndësishëm është shëndeti. Dhe sot ofrojmë ne shërbime falas të gjithë shërbimet mjekësore. Çka për shembull ofroni sot? Matjen e glikemisë apo të sheqerit që një populli, tensionin arterial dhe kemi një lojë shpërblyese që ofrojmë edhe analiza. Në ditën e sotme u fol mirë për profesionin e infermierit, i cili kërkon një përkushtim të madh gjatë ushtrimit të tij ndaj pacientit. Infermieria është një mision, jo vetëm një profesion. Për kujtimi i ditëlindjes së Florencë 12 maj, infermieres e cila ka shërbyer dhe ka ndikuar në ngritjen e rolit të infermierit në mbar botën.